Si rrallë herë, kreu demokrat Sali Berisha nuk flet apo bën komente për një ngjarje të caktuar aq më shumë politike. Në mbledhjen e sotme të grupit parlamentar demokrat, Berisha mbajti një fjalim që zgjati pothuajse 60 minuta, ndërsa çështja e vetme për cilën nuk foli ishin zgjedhjet e mbajtura në 5 bashki një ditë më parë, Vlorë, Tepelen, Mat, Berat dhe Cerrik. Të pesta bashkit u fituan nga kandidatët e Partisë Socialiste me përqindje të frikshme, edhe pse pjesëmarrja ishte ndër më të ultat, veçanërisht në Vlorë, ku kandidatja fituese do të qeverisë qytetin me vetëm 15.000 vota. Nuk është se rezultatet në të pesta bashkit nuk priteshin, por shmangja e komenteve duket si një shmangje përgjegjësie nga Partia Demokratike. Më 9 nëntor, PD dhe aleatët e saj vendosën të dilnin me kandidat pavarur, për cilët thanë se do t'i mbështesnin, ndërsa skema qartazi dukej si një justifikim për atë që do të ndodhte humbjen. Në prag të zgjedhjeve të pjesëshme vendore, Bujar Leskaj, drejtuesi politik për Vlorën dhe dorëheqjen, një sinjal ky që tregonte qartazi rezultatin në zgjedhjet për Bashkinë e Vlorës, ku kandidati i mbështetur nga PD nuk arriti të marrë as 2400 vota. Po kështu në një tjetër bashki të madhe si ajo e Beratit, kandidati i mbështetur nga PD dhe aleatët e saj kaloi kufirin e 2600 votave, shifër kjo katastrofike për një grupim partish që ishte rreshtuar në mbështetjet e tij. Në Tepelen, kandidati i opozitës nuk kapi shifrën e 1000 votave, ndërsa në Cerrik nuk arriti të marrë as 2000 vota. E vetmja bashki ku kandidati i mbështetur nga opozita kaloi shifrën e 3000 votave ishte në Mat, që në zgjedhjet e djeshme u regjistrua edhe pjesëmarrja më e lartë krahasuar me 4 bashkitë e tjera. Për te shifrave katastrofike, ajo që dështoi më 9 nëntor ishte edhe skema e zgjedhur dhe e mbështetur nga Berisha, që opozita të përfaqësohej me kandidat pavarur, të paktën të shpallur si të tillë, ndërsa gjithçka u pranua a priori, duke mos kaluar në asnjë filtër dhe duke mos tentuar të gjenden emra me një impakt në publik.